Po ç'punë keni ju kam zaftu me leje. Ç'a borxhi ti kam Ardianit ton? Hajde gëzuar i herë. Fitof më i drejti e më i miri. Kjo zonjë që pranon publikisht kryerjen në një masakre mjedisore në zonë të mbrojtur, që si shprehet vetë ka zaptuar me leje, quhet Djella Loshi dhe është pronarja e restorantit Trëndafili Mistik në vajin të Lezhës, i njohur për cilësinë e ngjalave. Shumë shqiptar e njohin atë si gruan punëtore, gjithmonë të buzëqeshur dhe mikpritse, aq sa lokali i saj është kthyer në një vend peligrinazhi për vipat, që nga bota e artit e kulturës e deri tek personazhet e politikës, përfshi edhe kryeministrin, i cili duket se vlerëson së tepërmi këtë zonjë, aq sa me sa duket është frymëzuar që ministres së tij virtuale t'i vendos të njëjtin emër. Kur nuk ka diell askund, diellin në formën e vet më të bukur femërore e gjen tunë ishullin e Lezhës, ja ku është diella. Por pas bukurisë dhe qetësisë që të fal ambienti, fshihet një vërtetë e hidhur. 10 tonë inertë të hedhura në lagunën e Vajinit, një zonë e mbrojtur që prej vitit 1940, vetëm për të përfituar tokën dhe për të zgjeruar restorantin, që ka shtuar sipërfaqe nga viti në vit, në shkelje të ligjit dhe me kontribut në shkatrimin e një rezervati natyror nga më unikët në Shqipëri. Kuptohet që kjo mas guri dhe betoni është fshehur mjaft mirë poshtë kaldrëmit dhe dorasave që janë vendosur sipër, duke mbuluar mirë atë. Ne kemi një pronë në Vajin të Lezhës, ku venimi i komisionit na ka njohur një pjesën tjetër na ka kthyer me certifikat pronësie. Tek pjesa e njohur kemi një problem, tek ajo pronë kanë arritur në lidhje me tjetërsim pronash, zaptim prone. Një ndër ato ku bëhet fjalë është lokali Djella Loshit. Ardiani është një nga pinjollët e familjes Mlika, e cila e ka trashëguar lagunën me dokumenta pronësie që datojnë nga viti 1995. Në më shumë se 3 dekada, ai dhe të afërmit e tij janë munduar më kot që të vendosin drejtësi lidhur me zaptimin në një pjesë të pronës, e cila pavarësisht veprimeve ligjore vazhdon të mbetet e patjetërsuar. Para 3 vjetësh Prokuroria e Lezhës ka vendosur sekuestër preventive të lokalit. Në atë rast ka sekuestruar edhe një kontratë qiraje që është ngjitur me lokalin. Pas sekuestrimit të prokurorisë, Erënduel Loshi ka filluar duke bërë punime, duke hedhur gur, duke hedhur beton, duke zgjeru biznesin e vet. Mund ta shikoni edhe me sy të lirë që ajo ka filluar ka zgjeru me pistë. Kjo vërtetohet edhe nga këto pamje, ku duket betoni i hedhur në tokë dhe gurët në afërsi të ujit, ndërsa një panoramë më të saktë na jep dhe Google Earth, ku demonstrohet qartë se si është jetërsuar uji dhe toka pak nga mbushja me dhera, me qëllim zgjerimin e tokës për lokalin Trëndafili Mistik në pronësi të zonjës Djella. Ato kanë shkel, kanë bajë gjatë paligjshme, është bërë një katastrofë aty me pronën, vetëm shteti e din. Ai lokal është në lang kundërshtim me ligjin, abuzimet me lagunën janë bën kundërshtim me ligjin, po i merret fryma asaj prone. Familja Mlika, siç e thotë edhe ky dokument i vitit 1995, nga Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, është pronare më shumë se 1 milion metrave katror tokë në zonën e Vajinit. Aktualisht u janë kthyer rreth 220.000 metra katror tokë, ndërkohë që janë në një betejë të gjatë ligjore për marrjen e pjesës së mbetur, ku bën pjesë edhe toka ku sot gjendet restoranti në fjalë. Gjithë institucionet shtetërore janë bërë bashkë për ta zaptuar. Unë jam i hallit që mos ta shkatrojnë atë zonë të mbrojtur, mos ta shkatrojnë Vajinin, sepse ai është pronë jo vetëm e pronarëve, po është e gjithë shqiptarëve. Një pronë e të gjithë shqiptarëve, e cila është kthyer në një ngastër palishmërie, që vazhdon edhe sot e kësaj dite, ndërkohë që institucionet mundohen t'ia hedhin përgjegjësinë njëri tjetrit. Aty është zonë mbrojtur, edhe janë drejtoria e zonave të mbrojtura që është përgjegjëse direkte për atë zonë. Nuk na kanë vendini për asgjë. Pavarësisht përgjigjes, Asmir Shaspesh në fund kryeinspektori na e dha një premtim. Në një moment do të ngrej grup pune dhe të verifikojnë rastin. Pas kësaj bisede që jep shpresë se diçka do të bëhet, shkojmë drejt rezervatit natyror Kune Vajin, atje ku është drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura Lezhë, zonja Luiza Marku, përgjegjëse direkte për menaxhimin e lagunës. Detyrimisht edhe i territorit ku është vendosur lokali i Djellës. Këtu gjejmë rastin të sqarojmë diçka. Por sa kohë pronarëve të ligjshëm nuk është kthyer kjo pasuri, ajo quhet tokë shtet dhe përgjegjësia është tek kjo zonjë. Si jeni? Edon Kuçi nga Pirania. Kemi ardhur për një problem që po haset në Vajin, në lidhje me zonën e mbrojtur, ku një restorant tek Djella ka hedhur beton, ka kryer vazhdimisht punime pavarësisht se është në sekuestër, ka hedhur dhe gurë se normalisht betoni do vazohet diku. Keni informacion? Djella nuk erdhi dje, ka shumë vite këtu. Drejtohu zyrtarisht institucionit dhe do marrësh përgjigje. Vetëm imagjinoni pak. Kjo zonjë me këto përgjigje është caktuar nga qeveria për të mbrojtur mjedisin. Djella nuk erdhi dje, ka shumë vite këtu. Kjo. Keni djeni, zoja Marku, jeni drejtoreshe zonave të mbrojtura. Po, drejtoju zyrtarisht institucionit, bëj gjitha pyetjet. Edhe do marrësh përgjigje. Ja ku e ke. Të thotë ligji që në zonat e mbrojtura nuk hidhet beton, nuk kryen punime. Drejtoju institucionit nuk do marrësh përgjigje kështu. Normal që nuk do të marrin përgjigje.
E kemi të njohur këtë metodë shmangjeje. Është hedhur beton. Lutem, a ka mundësi se kam punë? Keni çuar inspektorët? Po normal që kanë shkuar. Kur ka qenë hera fundi që ke qenë te restorant? A ka mundësi se kam punë tjera? Po nuk do të jap përgjigje. Nuk do të jap përgjigje pra. Përgjigje. Nuk do të jap asnjë përgjigje. Nuk jepni asnjë përgjigje pavarësisht se jeni përgjegjëse. Lutem shumë, nuk e di çfarë është kjo mënyrë të vishë tysh në zyrë. Po t'hidhet beton zonjë? Nuk po t'hidhet beton. Këtu ka të drejtë, sepse çfarë ishte për tu hedhur është hedhur. Në hundën e drejtoreshës që paguhet Gjoja për mbrojtjen e zonës. Është zbatuar kontrata që Po bëjmë zotri. Restoranti të diella ka lidhur me agjencinë kontare. Ju sta jap informacion kështu, harroje. Po nëse unë nxjerr ka mundësi të betonit. Ka mundësi të largoheni. Kaq. A keni dështuar për të kryer detyrën tuaj? Lutem shumë thash. Kush është më i fortë? S'ka asnjë të fortë këtu. Lutem shumë, ka mundësi të largohesh? Ke kontratën që thotë që inspektorët AKZM-s së drejtorisë së Lezhës duhet të kryejnë verifikime dhe të shohin se çfarë po ndodh. Lej më përgjegjësitë e mia ti. Po të shkatrohet vajini. Ju jeni përgjegjëse për këtë. Është detyrë juaja. Është detyrë juaja. Jeni titullare. Zonja Marku, a i keni zbatu pikat e kontratës së QRA-s? Kjo ishte pyetja. Asnjë përgjigje nga kjo burokrate, e cila me indiferencën e saj meriton titullin drejtoresha e zonave të shkatruara, dhe për këtë ajo duhet të mbajë përgjegjësi ligjore. Pasi nga institucioni që ajo drejton, janë shkelur me të dyja këmbët pikat e kontratës, së lidhur me zonjës Diella Loshit dhe Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Në nenin 6, ku flitet për të drejta dhe detyrimet e qiradhënësit, në këtë rast AKZM-ja e Lezhës, e cila ka për detyrim të zgjidhë menjëherë marrëveshjen mes palëve, në momentin që qiramarrësi, në këtë rast restoranti Trëndafili Mistik, dëmton apo nuk mirëmban sipërfaqen e marrë në përdorim. Ndërsa në nenin 7, thuhet qartë se inspektorët e AKZM-s duhet të ushtrojnë kontrolle për të parë nëse janë zbatuar pikat e kontratës dhe për të konstatuar ndonjë shkelje të mundshme. Gjë që me sa shihet, nuk e kanë bërë asnjëherë. Pasi nuk morëm asnjë përgjigje nga zonja Marku, e cila nuk e theu në asnjë moment kodin e heshtjes, duke mbrojtur deri në fund dështimin e saj, dhe pse ndodhet vetëm pak metra larg restorantit Trëndafili Mistik, është rradha të takojnë protagonistën e kësaj palishmërie, me zaptim prone dhe shkatrim mjedisi. Si jeni zonja Diella? Don kuqe nga Piranja. Hajde ne. Jo presun sa. Edhe kështu ideja është që ne t'i shërojmë gjanat e herë mirë. Se këtu s'po di gjata, kusha pronari. Kusha pronari. Sepse nuk është se ke mohu se ne s'jena pronari. Ti pashharin tana legëve çka ke fituar, por të më hosh të drejtën është shumë po çfarë drejtë kam mohume? Ti mbjer certifikatën që ashtu që jam ku më marr me pas ty unë që më madhon certifikatën ti Franci se unë më dhon lek ty. Unë jam në kanal. Është një dokument i kadastrës që është lëshuar që thotë që ju keni legalizuar dhe keni marrë certifikat pronësie për lokale. Mund të merr certifikat pronësie për një lokal patruall. Unë jam i ton, siç është e vërteta, me drejt Zotit, s'kam prej pem, s'kam shtru betone. Kjo është rast. Vetëm që e kam zbukuruar këtë vend, ka dritat, ka rrugat. Pra sjellja rrugës dhe dritave duhej paguar me një kosto shumë të lartë për këtë lagun, e cila për ndriçimin e asfaltit mbajti mbi vete gur dhe inerte për hir të zhvillimit. Një lloj me historinë e thethit, ku banorët sollën dritat, shtruan rrugë, sollën zhvillim, madje në tokat e tyre. Por USPA nuk pyeti shumë, sepse dëmtuan mjedisin. A nuk jemi këtu në një peshore me dy standarde? Në vendin tënd s'ke pa gjatë keqe, vetëm se ke shtru shumë beton, ke ha shumë gur, ke pa një tokë që nuk ekziston kunhar. Po mirë, shumë është dokument i lëshuar nga AKZM-ja. Ja ku e ke një pikë. Po e di, po e di. Ke bën një dam mall. Sepse gjatë këtyre 32 viteve keni zaptuar apo jo lagunën? Kja tokë e re Diella. Tukë ku jemi ne, ka qenë lagunë poshtë më përpara. Po si kam hell sot më djalë. I ka hall në vite Diella. Sidomos pasea sekuestru preventiv. Jo, mase sekuestres nuk kam hell. Edhe pse ka 3 vite që gjykata ka vendosur sekuestër preventive në lidhje me lokalin, zonja Diella pas një shqetësim fare, fillon duke zgjeruar aktivitetin e saj, duke bërë punime. Po ç'punë keni ju e kam zaftu me leje? Ç'a borxhi ti kam Ardianit ton? Hajde gëzuar i herë. Fitof më i drejti e më i miri. Ky është mentaliteti i Diellës dhe i Diellave në çdo cep të Shqipërisë, që zaptimin e konsiderojnë diçka të ligjshme, apo si shprehet ajo, zaptim me leje. Po ç'punë ke ti se kam mushur lagunën, ç'a duhet ty? E drejt, ç'më duhet mua kur kjo zonjë ka bekimin e të parit të vendit, i cili u tregon shqiptarëve dorën e hekur të shtetit me tendat e lokaleve, por pranon palishmërinë në zemër të zonës së mbrojtur. Shumë faleminderit kryeministrit të Shqipërisë dhe qeverisë shqiptare. E këto kryeministri të qeverisë shqiptare, bëj propagandë. A do të marrin masa të menjëhershme institucionet për të zbatuar ligjin? Për këtë kemi dyshimet tona, sidomos pas këtyre videove kryeministrore në kohë fushate. Kjo është Diella.